pra i fileton apo komplet? Po, file peshku, tamam. Okej, mirë. Nesja, tu nis të punu. Pra, shive, zakonisht ata maestrët e kuzhinës e mbrejnë thikën. A thonë që nëse thikën se kitë mirë, punat shkon këtë. S'munësh me punu si ki qefte ose si ki marrë. Qëfar lloji peshkut është shkullin? Trofta. Troft. E merrni prej troftës, apo? Po. A është një prej ushqimeve që kërkohet zakonisht? Po, kemi kërkesa shumë të mëdha. Për peshkun, a? Zakonisht në darkë shërbehet ma shumë, po dhe gjatë ditës shumë. Pra ju gjithmonë e merrni kështu të freskët dhe e filetoni vetë. Sa kohë gatuan? Rreth një dekade. Ma së më thuj, po dukesh që i ke 2 dekada vetë krejtë? Po 2 dekada i ka, po më ka shtinë mogje e herët. E kanë provu ata sigurisht ma herët magje, në shkumbin, se me t'lanë kur të rritësh nuk t'kishë nëzonë magje ata ne. Je i martuar, ke fëmijë? Po, martuar në 2 fëmijë, një djalë një qikë. Kush është në magje të shtëpia? Në magje është gruaja, ma shumë sone në gatoj shpesh, po ma shumë gruaja. A ti të më thonë... Unë e që mësaj ka njerë kështë të vëde. Vesh me orar, a? Vesh me orar këtë djali, vesh me lek po gatuj ka, të shtëpia s'pja doj ka. S'do sem pa vudu. Mirë, ajo, po merë në lek kur po gatuën për juve ajo? Po ka jerë po, na i dorat, na i sanë. Po e filetojnë peshkon, edhe normalisht duke bisedu bashkë me shkullin. Porcioni peshku të na shkon me 3 pjesë, shto? Po nëse je pa punë, na i qesëm 4, mos tani. Mos haro se në tash varet sa ke gatu mirë. Po, tash okej. Ka njerë hojnë ma shumë, ka njerë ma pak. Për ty... Zakonisht peshku të qesëm pak kryp edhe pak biberzi, veç pak. Aha, okej. Për ty është ma mirë me hangër ma shumë që i bie se po ta vlerësojnë puna. Okej. Pra, kryp edhe biberzi. U filetu peshku, apo? Po. Edhe lëkurën nuk ja jep? Jo, lëkurën ju. Do me përgadit në skarë, në tigan? Jo, në skarë. Me pak vaj ulliri edhe pak hudër masane. Okej. Pra, vaj ulliri, hudër. Ku je mësu me gatu shkumin? Unë e ku punu një periud në Prishtinë, jo 70 vjetë, goti 10, sa të vjetë. Tani u ktheva këto vendindjen të Vendindja tret. Ka thirë. Do mëne temperatura e peshkut virtët në pak ma e nërë se zakonisht, se pjata tjera që dalin, që do të pak ma e temperaturë ma e nërë. Po nëse dikush donë me përgadit peshkun të tilë në shtëpia, mundet me bo në tigan? Po, vetëm në tigani, vetëm do të temperaturë pak ma e nërë. Për më mejtë pak gjusë si mrena, ose që pjezojnë pak ma lëngë shumë mrena, do të temperaturë e madhe. Pra, është duke u fërgu peshku, që po e bënë shkumbini. Peshkun kena me shërbi me pak perimet fresta edhe pak patate. Patatet perimet i gatuan duke i zirë apo duke i fërguar? Ja, i fërguajnë. I fërguan. Njerë kryes procesi zirë, tani i fërguajnë. Më thuj, aja kishe trashëgu këtë zanat mive? Po, kjo zanat shkën me pasion. Do më nëse aje dënë, nuk po pushtet në olë, pa djava. Nuk mund është të me thonë, bëne me zërë, se së ne bënë. Do më menoj që i vetë një profesion që nuk mundet më punu me zërë është kuzhina. Kush kam su ty, kush kam su me gatu? Fillimesh, ku? Fillimesh ku punu, a mundja me bore qoma, ju. Emra më së përmen, po të regëm, a ke njës direkt me punu dikon restorant? Po, direkt në restorant, të mlja pjata, si zakonisht. E ke vjedh zanatin i bije kjo, kështu që të lumt, sepse zanati vidhet, nuk mësohet në libra. Në shpi, a ke gatu në jare? Shpi gatu shumë rrë. Para se me njës ju, a? Jo. As vez nuk ke dit me zije me fërgua? Jo, këm dit po me voj, jo. Sot, a i gjenë vrejtje nanës ose bashkëshordes nga tema? Po, shumë shpesh. Edhe a ndodhë nga njëherë ti tu ja gjithë vrejtjen ata me të thonë që urdhën këtë cilën vazhdoj e punën? Ka herë gruja po, po dashke më nëllë. A këtu shumë e mirë lumë që Pra sa minuta për avërsisht? Pra avërsisht 5 deri 10 minuta njëna pjesë. Do më thonë, peshku nuk dënë më rotullu shpesh. Do më peshku e ly vetëm njerë në shpinë edhe në bashkë. Pra deri sa të kryet njënë e Po, 5 minuta avërsisht dhe ndajtë, nëse dënë pak ma pjekun. Edhe bëhet është i gatshëm. Mirë, po presim deri sa të bëhet për të mund kry në anën tjetër edhe thuj se janë të gatshme, pastaj vazhdojmë edhe me proceset tjera. Se Lord B
që po i thojnë ose B, në klin, i pas kanë 2 tepsia, 3, 4 sa dush. E kanë mjetë më navo edhe mish edhe pesh. Madje edhe leqenik. Kështu që na do t'i ndrojmë gatuesit, kuzhinjerët, edhe do të vazhdojmë me gjitha ushqimet që edhe t'i shijojmë, kalojmë qaset pranshme edhe të mësojmë diçka djedhim nga ky zanat i këtyre shefave të kuzhinës. Tash besoj që është gati për më... Tyra është e preferume e peshku, të më thonë. Edhe aroma po i vjen shumë e këndshme, normalisht e përgume. Kështu që... Super. Vjek ma shumë... Unë nuk e du shumë të rreshkun, po mirë është ama. 3-4 minuta është gati. Mirë, peshku thuj se është duke u bërë, e ne po vazhdojmë me leqenikun, se kështu është rendi. Një mish, një brum, pastaj edhe një mish, edhe i shpjegojmë dal nga dal. Pra, shumë thjesht, nëse dikush nuk është profesionist në peshk, po bëj ka dhe në tigan, krip, biber zi, vaj ullini, kaq.